Hej të gjithëve, mirë se vini në kanalin tim. Si që tregova edhe në videon tjetër, unë sapo kam ardhur në Gjermani dhe sot do t'ju tregoj eksperiencën time dhe çfarë duhet keni parasysh ndërkohë që prisni një porosi të bërë online. Jo më larg se 3 ditë përpara pata një eksperiencë që nuk e kisha provuar ndonjëherë me postën DHL, sepse ne në Shqipëri e mësuar ndryshe. Kurieri na telefonon gjatë gjithë ditës derisa lëm një orar për shembull të përbashkët, një vendodhje, unë kisha gjithmonë kryqëzimin e dy palmave për marrjen e porosive. Pra aty e kemi shumë ndjesinë që klienti është mbreti. Ndërsa këtu për kaq kohë kam kuptuar që jo. Rregullat din të mbrojnë shumë mirë klientin, por din të mbrojnë shumë mirë edhe punonjësin. Kështu që nëse jeni këtu dhe nuk e njihni sistemin, kjo video do t'ju ndihmojë më shumë. Kështu që le të fillojmë. Në Gjermani pakot shpërndahen kryesisht nga DHL-ja, por ka edhe posta të tjera, Hermes, GLS dhe DPD mos gaboj. Pakot e vogla mund të futen direkt në kutit postare, ndërsa pakot më të mëdha dorëzohen dorazi nga postieri në derën e banesës ose mbeten në një pack station, pra ose në një pikë caktuar ku mund t'i merrni vetë. Pack station janë tip automatesh, shumë praktike sepse mund t'i përdorni 24/7 dhe nuk varet nga orari i postës. Pra, aty pakot i merrni kurdo që të keni kohë të lirë. Për t'u kthyer edhe një herë tek problemi im me postën, kisha bërë disa porosi në Temu, porosi që nuk i mora kurrë dhe jo për fajin e postës, por për fajin tim. Pakot e mia u kthyen sepse nuk kisha vendosur emrin e saktë në kutinë postare, pasi sapo kisha ardhur dhe isha banore e re në lagje. Okej, do thoni u kjo nuk do shumë mend që duhet vendosësh emrin e saktë te kutia e postës ose anasjelltas të bësh porosi me emrin që ke në kutinë postare. Po nuk jam treguar shumë e kujdesshme dhe për këtë u kujtova me vonesë. Dhe kjo është një gabim shumë i zakonshëm fakt për fillestar, diku nga mesdita, posta më dërgon një mesazh që postieri nuk e ka arritur ta gjejë adresën time dhe për arsye sigurie të gjitha porositë që kisha bërë do të ktheheshin në magazinat e Temu. Okej, ta pranojmë që u mërzita, edhe pse u përpoqja të kontaktoja postën, nuk arrita të gjeja zgjidhje, por që mu bërë rimbursimi i vlerës gjithsesi. Pastaj ka edhe raste kur postieri e gjen adresën e saktë, por ju nuk jeni në shtëpi, zakonisht në këtë rast të lë një kartë me instruksione, pra me dhënat për të marrë pakon ose ku mund ta marrësh. Një alternativë shumë e mirë, për shembull, siç e përmendëm edhe më sipër janë këto pack station, ose ndodh që mund të ta lëri tek një fqinj. Vetëm se kur të merrni këtë kartë me të dhënat nga postieri që tregon se paketa nuk është dorësuar, mos e hidh menjëherë. Në këtë rast mund të kontaktoni shërbimin e DHL-s dhe t'i tregoni situatën. Pra, për të qenë e përmbledhur, në fund të gjithës kësaj, dua t'ju them që shpërndarja e pakove në Gjermani është shumë e organizuar dhe e sigurt, por në fillim duhet keni kujdes me emrin dhe adresën në kutinë postare, kujdes me emrin e saktë të rrugës ku ndodhet banesa juaj, numrin e banesës, kodin postar e të gjitha këto. Nëse i ndiqni këto hapa, pakot arrin pa problem dhe nga ana tjetër do të shmangni patjetër stresin që shkaktojnë. Faleminderit që ishit me mua deri në fund dhe kujdesuni për pakot tuaja. Sa më shumë dashuri dhe buzëqeshje. Çyss!